Atëherë koleg, për sa i përket temës së turizmit. Po. Kemi të ftuar sonte në studio një person që në fakt ka shumë dieni rreth kësaj teme. E ka dieni edhe për tema tjera, po për këtë temë besoj që ka më na dhënë shumë informacion. Zonja dhe zotërinj, sonte për ju në studio Silikona Plastiku. Mirë se erdhe. Silikona, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, jemi në transmetim direkt. Jemi live? Jemi live. Mirë mbrëma. Mirë se ju gjejta. Po, mirë se na erdhe. Është nder dhe kënaqësi për ju që të më keni mua këtu pranë jush për të folur për këtë temë kaq interesante, po cila ishte tema? Po, tema është turizmi në Shqipëri, pra turizmi në vendin tonë. Atëherë, a mendon ti, Silikona, se blogerët si ju janë një atrakcion turistik me vete në Shqipëri? Po patjetër, ne me reklamimin që i bëjmë atraksioneve turistike, me vjusa që marrim, me reklama që bëjmë, normalisht që ne thithim turist, thithim njerëz dhe normalisht që vetëm nga ne tani në epokën e blogerëve është rritur turizmi. Jo, nuk e kuptuar, jo a thithni ju turist, jo a promovoni ju turizmin në Shqipëri, po a je ti vet atrakcion, pra a vinë turistat nga Franca, nga Brazili, nga Argentina, me të po ty, Po patjetër, ç'është kjo pyetje, kjo s'do mend fare, unë kujtova se më pyete për gjatë tjetër. Patjetër. Po më fal, kam një pyetje. Pse je ti atrakcion? Po sy në ball keti? Jo, unë ball i kam syn, po deshte me pyet pse mendon që je ti atrakcion, se sy në ball i kam. Turistët vinë me pa bukuritë, natyrore, njerëzore, a kupton? Bukuritë natyrore. Po duhet pranuar blogerët janë bukuri. Dhe njerëzore. Duhet pranuar se blogerët janë bukuri. A keni pas shumë thithje këta kohë? Patjetër, sepse edhe nga niveli i instante ka i që mat këto. Si e ka? Instant. Jo, të gjire me presion. Instat. Instat, jo instant. Sepse edhe nga... Instant është lokal më, apo di gabim? Nuk e di, do me thënë, nuk shumë ma kanë thënë, kështu e kam lexuar, edhe nga përllogaritjet e Instatit, tregojnë që këto vitet e fundit turizmi është rritur shumë dhe normalisht unë kam parë edhe vitet kur unë kam filluar të jem sa më shumë afër rrjeteve sociale dhe po ato vitet që unë kam qenë në rrjetet sociale, në ato vite është rritur edhe turizmi, kështu që kjo tregon shumë për mua që unë jam një arsye pse turizmi rritet në Shqipëri. Mirë, Silikona, a mendon ti tani të kthehemi tek pyetja e parë që kisha në plan të të bëj? A mendon ti se blogerët si ti e shtojnë turizmin në Shqipëri? Pra e promovoni ju disi Shqipëri? Patjetër, sepse ne për atë punë punojmë. Jo vetëm për të promovuar Shqipërinë, por për të promovuar edhe veten, dhe normalisht që shitjet tonat mos jenë vetëm brenda vendit, po t'jenë edhe nga të huaj, nga turista, ato normalisht kanë të ardhura më të larta. Po e supozojmë, unë dhe kolegu hedhim një foto, po supozojmë në Rjoll maksimumi ose në Velipoj. Jo, në Rjoll, jo, s'mundesh me hall në Rjoll. Pse? Ja, s'mundesh, janë në sherr ata. Po jo, gjen fjalën plazh mërbur, se aty shkojnë po. Dhe unë kolegu, domethënë marrim bashkë 22 lek kanol që kena marrë. Sa? 22 lek. Ja, ke marrë ti? Po. Unë kam marrë 8. 8, po. 22 ke marrë ti? Bukur. Vajza në një foto që mund bëjnë plazh në Ksamil për shembull, mund shkojnë ja 800 sa mijë shikime për shembull, dhe me Paul kë është një formë promovimi. Që i bën turizmit, Po. E kuptoj. Po. Dhe a ke menduar ndonjëherë ti Silikona të bësh për shembull blogere udhëtimesh, paketash turistike, itinerarësh, si quhen to guida turistike? Unë e bëj. Çdo verë, çdo dimër e bëj. E bën, E bën më shumë. Shkoj në pushime çdo verë, shkoj në pushime çdo dimër, shkoj në pushime çdo pranverë, vjesht. Unë jam me pushime të 12 muajt e vitit. Ti a paguajnë për pushimet apo të paguajnë për pushimet? Apo ti kanë paguar pushimet, e s'din gjë? Shiko se ju e dini që unë me shtetin i kam punët mirë. Po, dhe normalisht çdo gjë është në rregull. Shefe, unë kam vërtetuar diçka që tan këto persona që i kanë punë të mirë me shtetin, ngatrojnë Instatin me instantin. E kupton se din shumë mirë, janë domethënë njerëzit më të aftë, tan ata që i kanë punë të mirë me shtetin janë njerëzit më të paaftë. Do jetë problemi instantit, se jo imi. I kujt? Instantit. Mirë, tash ti shefe ti që i pas ke punë të mirë me shtetin. Kam një pyetje. Tash, e gjithë që është jashtë, si ka nis ky rrugtimi jot për sa i përket këtyne
turistave, edhe që të frymëzoj ty që të bahesh një nër asetet kryesore për turizmin në Shqipëni? Ma shumë kanë po e këtë se sa kanë po kalon e Berotit. Si the? Po, është e vërtet. Po, shiko, çka të veçantë kalaja Berotit? Jo, se sa mure, ka ajo histori është një 400.000 vjet. Ma jepi përgjigje të pyetjes lutem, mas mi devija. Frymëzimi im lindi kur herën e parë shkova në Ksamil. Po. Dhe më pas nga Ksamili shkova në Jalë, në Dhërmi dhe shëtita të gjitha plazhet e jugut dhe në momentin që unë pash faturën, aty u habita. Pse? Me çmime shumë të lira. Si the? Çmime shumë të lira. Ati ban 12 euro i kokër vëmë, si tira. Sa? 12 euro. Vë kështu e vogël, kokër vogël. Jo, po vë struci e madhe, vë. Dhe vura re që unë me pagesën time, mund t'i paguaj këto çmime fare lirë. Po sa ishin për shembull këto çmimet e faturave? Për shembull, një koktejl minimumi ishte 40 euro. 40. Po ti ma shkoj me te koktejli, ti shka te vëja, te djafit që dëne me hangër nade? Mëngjesi ishte 15 euro. Sa ishte mëngjesi? 15. Po që ki ishte mran ai mëngjesi? Po gjëra minimale që mund haj një njeri që të ngopet në mëngjes. Edhe për ty këto ishin normale? Po normalisht, sepse nuk i paguaja unë ato para. Sigurisht, se avoj me ba mas një pagua ato pare, normal që kam me thane. Silikona, cilat janë sfidat kryesore që has turizmin në Shqipëri? Sfidat pra. Sfida. A ka sfida, a do të keti sfidë? Për shembull, ka shumë vende kot që unë nuk e di pse njerëzit harxojnë kohë, se s'po them para se paraja sot nuk njehet. Po, nuk njehet. Janë shumë vende dëgjojnë ato ciceruesin, siç e ka. Ciceroni më, Ciceroni. Ciceroni më ai që shpjegon. Cicerusin? Po, Cicerusin. Jo Cicerusi, Cicerusi është Shpjegoje, koleg, shpjegoje. Ciceron është ai i cili i tregon turistave të gjitha asetet e vendit në cilin janë duke vizitu. Ja shpjegon në pak fjalë se çka kanë, po pak interes kanë për historinë. Po pra. Po, vazhdo ma Cicerusin tonë. Në Kala, në muze, në Zorë, në që i mbronta ajo UNESCO. Po, UNESCO. Ti veç shkon ndonjëherë në këtë zonë, për shembull? Unë të dëgjoj atë duke ciceruar? Jo, Okej. Unë dua plazh, dua vend ku të bëj foto, dua vend ku të harxoj klabe. Silikona, si pas përshtypjes tuaja, si blogere, çfarë mendon ti se i tërheq me shumë vizitorët e huaj nga vendi jonë, domethënë, nga Shqipëria? Kam bërë një hulumtim të vogël, dhe kam vënë re që turistët ndahen në periudha. Është periudha pranë verës dhe fundi verës që vinë këto turistat e lodhur që janë vetëm pleq, dhe ata nuk e di se që kërkojnë madje. Të lodhur në ç'kuptim që janë pleq edhe janë të lodhur fizikisht apo të lodhur ekonomikisht? Se ekonomikisht me thënë të drejtën nuk i kam shkuar ti shofor, se nuk më tërheqin. Ato më tepër i njohin këto studentët to që nejse. Por janë në pjesën e Korrikut dhe Gushtit, janë turistët e huaj që vinë nga Hollanda, nga Gjermania, ka emigrant që vinë nga Amerika, Anglia, do me thonë janë çunat e Londrës. Po, i përmend ato shpesh edhe i falendron zakonisht. Normalisht, sepse janë miq të mi. Po, patjetër. Dhe ato janë turistët të cilët e çojnë më lart nivelin turistik në Shqipëri. E ngrejnë nivelin turistik sepse normalisht hedhin më shumë para, hedhin më shumë foto, reklamojnë më shumë këto plazhe që na pëlqejnë gocave dhe nga ata ne mund të themi që kemi një rritje të konsiderueshme. Shumë mirë, pra do të thonë këto reklamojnë plazhet dhe ju gocat filli. Kam një pyetje. Cili vend turistik në Shqipëni ka bë më shumë përshtypje, që të ka pëlqyer më shumë? Normalisht, po që është kjo pyetje, Saranda. Saranda, këto zonat Ksamili, Korfuzi, Lefkada. Të ngreqimi vajzë, në Shqipëni tha djali, pyetja për në Shqipëni. A kena i kuj me Shkodrën tja? Se ka edhe Shkodra vend e botë bukra? Po unë kam dëgjuar në Korfuz, në Lefkada, shumë njerëz që flasin shqip, se s'lam Lene me Lefkadën se kena velipoje në këtu, kena Rashmën, kena Fethin. Po. Qa thuti Lefkada mej? Qëfar Lefkadat mej? Ti për më vë mej vendin tonë, në Shkodrën një herë. Po kam kujtuar se është e jona. Kush është e jona mej? Lefkada. Po se ju që i thash edhe herë, ju që i keni punë mirë me shtetin, i shto jeni? Jeni yll.
por më kanë pëlqyer shumë këto që thash, për detin e kaltërt, për gurët të cilët janë fantastik, për ushimet, për krudot, për atmosferën festive, për beach baret që ishin në çdo plazh, për çdo gjë, këto vende ishin fantastike. Jati, shampanja, këto si t'janë duk, si kanë domethënë. Po, këto mos t'i përmendim tani. Jo, po t'i përmendim se na për këtë punë minor, t'i përmendim. Të përmendim me që kep, se s'pe përmend. Se mos janë jatet tona ato. Se sa më shumë të përmendem, thojnë paksohen. Jo, s'kan nevojë që mu paksu, unë thjesht i imagjinoj, a kupton, jo se kam thjesht imagjinoj. Ju këshilloj çuna që t'i provoni këtë eksperjenca, sepse nuk do t'i ndaheni kur dhe do t'i thoni gjithmonë Velipojës miru pafshim. Po, se boset e joteve nuk na thirrin më nikën çaj. Jo, s'ka gjë, apo na financon ti? Se po shkojmë ne. A na financon ti me ata çunat e Londrës? Po kjo s'ka dalë me bë. Jo, se kjo. S'ka dalë të bëj bamirësi tani. A si dalë me bë bamirësi ti, Pra ti vetëm për atë tonën, Për çefin tënd domethënë. Le ta pyesim diçka brenda fushës dhe brenda profesionit të saj. Sa ndikim kanë rrjetet sociale në promovimin e turizmit shqiptar në sytë e botës, për shembull? Shikoj tani që të bëjmë edhe unë një çik serioze, se ky kolegu jot është shumë më nervozon. Unë të nervozoj? Po. Gjithmonë njerëzit nervozojnë me realitetin, vjen keq. Lutem shumë. Vazhdo. Siç po thoja, rrjetet sociale tani janë një platformë shumë edukative për njerëzit. Edukative? Patjetër. Po, do me thonë, Instagrami, TikToku janë edukativ. Instagrami, TikToku, Snapchati, Twitteri janë edukativ sepse, me thënë të drejtën, unë reklamoj diçka, njerëzit e shohin, mësojnë nga unë, sepse ju e dini që unë jam një mendje e ndritur, dhe kështu Pra mësojnë, Ksamili për shembull evolon nga postimet e mia. Ashtu, Dhe kjo quhet mënyra edukative. Patjetër. Pra ne të rritena me Instagramin tan, e TikTokun tan, Patjetër, sepse unë mësoj vajzat e reja, gjithashtu edhe nënat, edhe gratë në moshë më të thyrë, se si të kalojnë në pushime, se si ti shijojnë pushimet, se si ti bëjnë pushimet më mirë dhe ato frymëzohen. Nuk ka që nuk e dinë se si më po, nuk e kupton, është një sesi tjetër. Nuk ka që nuk e dinë njerëzit. është diçka që e kupton kolegu, nuk. Ja, është kështu, më thënë, se nga që pak ftoftën afërnisën, duhet edhe bëjmë kështu ne, e kena si këtë. Se kjo kujton se nuk din gra tjera se si bëhen pushimet. Se ti kujton se nas dina se si bëhen pushimet mira, po s'kena mani, nuk kena mani me vajzë, mas na qanë nerva, se të fash edhe herë, kam thënë, edhe herën e ka du me kur ki kanë këto në studio, ti mbal me nerva mu. Koleg, ti je të më nervozu për zgjallit. Nuk kofaj kolega, është e ftuar në studio, këtë lutem sillo, se klienti është vërtet. Si mendon ti Silikona, apo rrezikojnë disa zona turistike të humbasin autenticitetin për shkak të turizmit masiv në Shqipëri? Si mendon ti? Po, me që janë vënde kot, do ta humbasin, se si ta shtrosh do të ta mblojnë, e dini atë shprehen? Kush e vend kot me? Po, këto vënde që po humbasin autenticitetin. Po jo, këtë janë vende kot, janë vende me histori dhe turizmi masiv mund të Më fal tani, se ti shkon në pushime për të pushuar, apo për të dëgjuar për historinë, se këtu unë bëhem kështu. Një gjë, turizmi nuk është pushim, dikush ka turizm edhe, a kupton? Nuk janë ton turizmet vetëm me bë pushime. Turizmi është edhe muloll, Po, turizmi është edhe muloll. Millon konve me ec. Turizëm malor, a kupton, ka turizëm kulturor, ka. Unë kështu e di. Dhe po flas për atë që di. Dakor. I shtoj 2000 din. Më fal, unë kam i pyetje, ti që i ke punë të mirë me shtetin. A mendon që institucionet në vendin ton janë duke e mbështet tamam ashtu siç duhet turizmin këtu? Po thotë kjo më normal. Patjetër. Si the? Mua më ka bërë, domethënë, shumë deputet, shumë ministra, shumë politikan, më kanë bërë like në postimet e mia në Korfuz, Lefkada, këto vendet ku kam shkuar. Njekun, domethënë, njekun, tregoj e din që po. Dhe normalisht nga fakti që më kanë bërë like, do të thotë që ata mbështesin vendet ku unë shkoj dhe bëj pushime. Zoj, nuk ma ke kuptu pyetjen. Lëni like-et në Facebook. A mendon ti që këto institucione shtetënore po e mbështesin turizmin si duhet në vendin tonë? Po ta tha pra se kjo mendon se mbështetja është mi bën like më për postimin. Po përderisa më bën like,
aty të shon logjika. Mbështetja është. Shtetje, i kanë bë like ty, Pra jo turistit, po ty, që i kanë atje. Mua, se unë e promovoj. Çfarë mesazh jep ti për shqiptarët që janë turistë ose që do të bëjnë turizëm në vende të tjera? Çfarë përshëndetje ose çfarë këshille jep ti gjithmonë për teleshikuesit tanë? Do t'ju këshilloja që të shkoni në vende fantastike, shumë të bukura, në Monaco, në Barcelonë, në Lisbon, në Brazil, në gjitha këto vende që unë kam ndërruar dikur dhe sot shkoj çdo muaj. Punoni sa më shumë, arritni çdo gjë dhe çdo gjë arritet vetëm me like, follow, share reklamave të mia. Ju falenderoj. Dakor, pra zonja dhe zotërinj, ishim me blogerën e famshme Silikona Plastiku.